Si e dashur. Mirëmëngjesi Brekina, mirëmëngjesi po ashtu edhe për shikuesi, si që përmendem jemi me Xhemail Rexhen, me kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Me rast do të flasim për ditën botërore të lirisë së shtypit, raportin e fundit të publikuar nga Reporterët pa kufi, sfidat e gazetarëve, si dhe aktivitetet e ditës së sotme. Mirëmëngjesi Xhemail, mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë mund të flasim pak për ditën botërore të lirisë së shtypit, si është planifikuar dita e sotme, aktivitetet? Po 3 maj është tash shumë vjet dita botërore e lirisë së shtypit e caktuar nga OKB-ja dhe shënohet në gjithë botën si një moment reflektimi në fakt i gjithë aktorëve, i gazetarëve, por edhe institucioneve qeverive në gjithë botën për të parë lirinë e medias në shtetet përkatëse dhe për të reflektuar për atë se çfarë duhet bërë më mirë e më shumë për të përmirësuar ambientin e të bërit gazetari në këto shtete. Dhe ne si Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës për shumë vjet e shënojmë çdo vit 3 maj me aktivitete të ndryshme. Sot kemi një konferencë me 2 panele të ndryshme që do ta mbajmë në pjesën e parë do të flasim për rolin e gruas në gazetari dhe brenda redaksive. 65% e antarësisë son janë gra gazetare në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës. Së fundi kemi themuluar edhe rrjetin e grave gazetare të Kosovës si një mekanizëm shtesë për gratë gazetare për të diskutuar e për të adresuar problemet që i kanë. Gratë janë subjekte i fushatave online kundër për shkak të punës së tyre, të raportimit të tyre, por gjithashtu kanë probleme edhe brenda redaksive ndonjëherë. Ajo që e themi gjithmonë është që nuk ka në pozita udhëheqëse hierarkike dhe ne donim të shënim për shkak të numrit shumë të madh të gazetarëve gra brenda antarësisë do të shënim, duam të shohim në pozita udhëheqëse. Dhe në pjesën e dytë do flasim për sigurinë e gazetarëve, duke marrë shkas natyrisht nga ajo që ndodhi në vitin 2023 me sulme të shumta në veri të Kosovës. Do të kemi gazetarë që janë sulmuar atje, por do të kemi edhe gjyqtar dhe prokuror për të parë se si drejtësia i adreson këto sulme. E përmendet për përfshirjen e grave në media, sa është e rëndësishme pozita e tyre në media dhe përfshirja në përgjithësi? Është jo vetëm për shkak se ka numër më të madh edhe në antarësi dhe në përgjithësi më shumë ka gra gazetare se sa burra gazetare në Kosovë, por është e rëndësishme që bëjnë punë të mirë të jashtëzakonshme. Gazetarët më të mirë në Kosovë janë gazetare gra, bëjnë punë hulumtuese investigative, shumë shpesh të rrezikshme në terrene të rrezikshme dhe është synimi AGK gjithmonë që ti përkrah ato të jetë afër tyre për të ndihmuar që ta bëjnë punën e tyre mbi të gjitha në kushte dhe rrethana normale. Prandaj ne gjithashtu edhe nxitsim brenda redaksive që të përmirësohet pozicioni i tyre, që të ketë më shumë gra në pozita udhëheqëse, jo vetëm të gazetarëve në Tiranë, por redaktore, kryeredaktore, pse jo edhe udhëheqësit e mediave. Cilat janë shqetësimet ndoshta më të shpeshta të tyre nëpër media? Po janë kushtet e punës natyrisht në terren, pra është siguria që me të cilën ballafaqohet me rreziqe kohë pas kohe, me ngacmime të ndryshme, pra në kuptim edhe të palëve me të cilat i intervistojnë. E pastaj brenda redaksive është pikërisht pamundësia që në kushte të barabarta të garojnë shpesh me kolegët e tyre burra, dhe ne po punojmë që ta ndryshojmë këtë. Po ndalemi pak te raporti i fundit. Si e vlerësoni këtë raport? Është absolutisht alarmues dhe shokues fakti që Kosova ka rënë për të tjera 24 pozita pasi që binte për 19 vitin e kaluar dhe është renditur në vendin e 99. Raporti i rendit disa prej arsyeve pse ka ndodhur kjo dhe unë do të thek trima të rëndësishme. Besoj e para ka të bëjë me miratimin e ligjit për Komisionin e Parë të Mediave vitin e kaluar nga shumica parlamentarëve të vendosës përkundër thirrjeve të aktorëve medial të shoqërisë civile, por edhe të faktorit ndërkombëtar. Këshilli i Evropës kishte dërguar një eksperte e cila kishte gjetur që shumë pjesë të ligjit shkojnë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligji ishte miratuar, siç e dim tashmë e ka rrëzuar që ka të kushtetuese. Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është gjuha toksike që vjen nga ana e qeverisë kundër gazetarëve, gjuha urrëties, nxitse, dhe që në raport përmendet një fjali ku thuhet që gazetarët, sidomos ata investigativ, shpesh quhen bashkëpunëtor të armikut për shkak të punës së tyre. Dhe gjithashtu përmendet pavarësia e RTK-s, mungesa e pavarësisë së RTK-s dhe përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë kurti për të ndikuar në pavarësinë editoriale të transmetuesit publik. Po ashtu nuk mungojnë as kritikat në rrjetet sociale që mund të bëhen gazetarëve. Pikërisht kjo ideja e bashkëpunëtorit të armikut më së shumti është në rrjetet sociale, por që nxitet nga deklaratat e qeveritarëve, të deputetëve të partisë në pushtet. Fatkeqësisht ajo çfarë kemi parë dje gjatë ditës pas publikimit të raportit
ka qenë edhe njerë konfirmimi I gjetjeve, sepse kemi parë deputetëve të vendosës, të cilët janë angazhuar gjatë gjithë ditës së djeshme në një fushatë linçuese ndaj Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ndaj pjesëtarëve të shoqërisë civile dhe gjithë atyre që e kanë lexuar raportin për të tillë siç është pra, raporti I cili gjen se ka pasur nuk ka pasur përmirësim të ambientit, përkundrazi ka pasur përkeqësim të ambientit medial dhe kjo pikërisht për shkak të veprimeve që kanë ardhur nga ana e qeverisë së Kosovës. Si mund të përmirësohet kjo gjendje që në të ardhmen do të thotë të kemi raporte shumë të mira sa I përket lirisë së shtypit? Ne e kemi thënë edhe në konferencën e djeshme si Asociacioni I Gazetarëve qëndrojmë të gatshëm që të bashkëpunojmë me të gjithë aktorët e rëndësishëm institucional të shoqërisë civile dhe gazetarët për ta përmirësuar këtë ambient, për ta përmirësuar këtë renditje, edhe pse sinjalet e djeshme dhe gjua është absolutisht e pavarur ne kushdo që e bën shumicën e re parlamentare dhe qeverinë e Kosovës, ne jemi të gatshëm që të ulemi bashkë edhe me policinë, me prokurorinë, me gjykatat, pra që të ulemi bashkë me shoqërinë civile dhe t'i adresojmë gjetjet, edhe të shohim se kush çfarë mund të bëj për ta përmirësuar këtë gjendje. Por më e rëndësishme është tash edhe ashtu është prap shumicë parlamentare në fakt në kuptimin partia më e madhe, është shumë e rëndësishme që vendosja të ndalet me këtë gjuhë të papranueshme kundër mediave, sepse ajo ndikon edhe në sigurinë e gazetarëve. Në anën tjetër ka edhe raste të tjera të cilat mund të hasen problema brenda institucioneve, ndrimi kontratave, pozitave të punës, ndoshta çka që edhe I shqetëson po ashtu vetë gazetarët në procesin e punës. Po absolutisht dhe ne siç mund ta dini këtë javë ka pasur një rast kur 2 gazetarë kanë paditur rishmendjen e tyre të punës për shkak të ndërprerjes së kontratës dhe mospagesës së trusit. Edhe ne kemi përkrahur dhe I përkrahim gjithë gazetarët që somos mediave private, është ndryshme televizioni publik ku mbrojtja ligjore është shumë e madhe, por sidomos tek mediat private ne nxisim gazetarët që në momentin që konsiderojnë që kontratat e tyre janë shfrytëzuar në mënyrë të palegjshme ose nuk u janë përmbajtur kontratave, ti drejton inspektoratit të punës e më pasaj edhe gjykatave. Ne qëndrojmë të gatshëm që bashkë me avokatin Teslina Mundsanosbeja të ndihmojmë gazetarët për këtë vadi. Gazetarët duhet të jenë në gjendje që të punojnë në kushte të dinjitetshme në vendet e tyre të punës në mënyrë që puna e tyre për t'i mbajtur përgjegjës ata në pushet të ecë më e lehtë. Faleminderit, nëse ki edhe diçka tjetër të shtosh në fund? Në fakt dua t'i nxis të gjithë punonësit e televizionit publik që të rezistojnë kur e di që rezistojnë, bëjmë punë të jashtëzakonshme shumica prej tyre, por është e rëndësishme që televizioni publik I Kosovës të mbetet në shërbim të publikut dhe të rezistojë përpjekjeve për ndërhyrje nga ana e qeverisë. Faleminderit, suksese. Kënaqësi. Atëherë ishim me Xhemail Rexhen, kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ku folën për sfidat e gazetarëve, rëndësinë e punës së tyre, si dhe raportin e fundit të publikuar nga Reporterët pa kufij. Teut, faleminderit shumë për këtë intervistë që solle në këtë program mëngjesi, të dashur miq, ishim në linjë direkte me kolegët